Shtahe shishme tradicionale me mish viçi, patate dhe karota, një recetë e cila ju nderon nëse keni mysafir në shtëpi, por edhe mund ta përgatisni për fundjavë apo për festa të ndryshme. Si fillim për këtë recetë do të na duhet 1 kg patate, 3 karota, 1.5 kg mish viçi. Kjo tavë është për 6 deri në 8 persona. Gjithmonë kur e përgatis këtë tavë, shoqëroj me pilaf sepse shkon shumë. Tashmë do të hellim 3 lugë vaj. Një lugë gjelle krip. Rigon. Piper të zi. Dhe piper të kuq. Do t'i përzije mirë derisa të gjithë përbërësit të marinohen. Dhe do t'i vendos në furrë me 250 gradë për 30 minuta derisa patatet dhe mishi të skuqen paksa. Siç e shikoni, tashmë janë skuqur dhe në një gotë ose në një enë do të hedhim 1 lugë salcë, domatje. Dhe do të hedhim dhe ujë dhe do t'i përzijej mirë. Të gjithë masën do ta hedhim tek mishi dhe patatet. Do t'i përzijej. Sipër do t'i mbuloj me letër pjekje të cilën e kam lagur më parë. Gjithashtu dhe me letër alumini. Do ta vendos në furrë më pas për 1 orë me 200 gradë derisa mishi të jetë pjekur plotësisht. Tashmë mishi është pjekur dhe tava është gati. Është një recetë shumë e shijshme. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Faleminderit që më ndiqni.